Steven Shpendi ka folur në Itali për situatën aktuale tek Empoli dhe jo vetëm. 22 vjeçari po bën mjaft mirë në Serie B pavarësisht vështirësive të ekipit. Në 6 paraqitje ka shënuar 3 gola. Shpendi ka zbuluar si ëndër të tij që të luajë me vëllain binjak Kristianin te kombëtarja e Shqipërisë. Empoli ndërkohë ka si objektiv mbijetesën në Serie B, vetëm dje u vendos për shkarkimin e trajnerit Guido Pagliuca, ndërsa vendin e tij pritet ta marrë Alessio Dionisi. Ndeshja e fundit me Südtirolin ishte një fitore shumë e rëndësishme që na jep shumë moral dhe disa pikë që krijojnë entuziazëm dhe pozitivitet. Ne jemi një grup i ri, është vërtet, por ky rezultat duhet të na japë besim për ndeshjet e ardhshme, u shpreh fillimisht Steven Shpendi për Corriere Fiorentino. Qëllimi kryesor është të qëndrojmë në Serie B dhe të përpiqemi të fitojmë sa më shumë ndeshje të jetë mundur, pastaj në fund do të shohim ku do të kemi arritur. Ndryshimi nga përvoja e fundit tek Empoli. Sigurisht shumë ndryshim, 2 vjet më parë vija nga vetëm një sezon në Serie C ku kisha bërë mirë, por në krahasim me të tjerët isha prapa fizikisht dhe mendërisht. Tani ndjej se jam një lojtar tjetër, kam përparuar në të dyja këto aspekte edhe fal përvojës në Serie B të vitit të kaluar. Ndjej se jam përmirësuar. 3 gola deri tani, sezonin e kaluar 4 në total. Vitin e kaluar ishte një sezon i vështirë për shkak të dëmtimeve. Këtë vit përkundrazi e kam nisur mirë dhe sigurisht dua të kaloj numrin e golave që shënova në kampionatin e kaluar. Qëllimi është të arrij shifrat dyshifrore. Në çfarë mund të përmirësoheni? Sigurisht duhet të përmirësohem në shumë aspekte, si mbajtja e topit, loja me shpinë nga porta dhe goditjet me kokë. Debutimi në Serie C me Shpendin tjetër në vitin 2021 te Cesena. Kam vetëm kujtime shumë të bukura nga ato vite, sepse të luash dhe të stërvitesh me vëllain është diçka që pak veta arrin ta bëjnë. Një ditë do të ishte bukur të luanim sërish bashk, por më tepër që ne kuptohemi mirë, sepse jemi lojtarë të përputhshëm. Andjen njësoj si vëllai binjak. Ekziston kjo lidhje e veçantë. Nëse shoqja i vuan ose ndihet keq për një ndeshje apo për gjëra jashtë fushës, vuaj edhe unë. Origjina juaj, si erdhën prindrit në Itali? Babai im është nga Puka, nëna ime nga Tirana. Kam vizituar vendin e babait tim në veri të Shqipërisë dhe vitet e fundit Tiranën. Ata nuk vinin nga një situatë e lehtë dhe kanë ardhur në Itali pa asgjë, vetëm me shpresën për të krijuar një të ardhme më të mirë për ne. Mua dhe vëllait tim, prindrit na kanë mësuar të mos dorëzohemi kurrë, të japim më të mirën në çdo gjë që bëjmë. Keni shtetësi të dyfisht, por keni veshur fanellën e ekipeve kombëtare të rinjve të Shqipërisë. Zgjedhje apo mundësi? Jam shqiptar, për mua është një arsye e madhe krenarie të vesh fanellën e Shqipërisë, është për mua dhe për gjithë familjen tonë. Ëndra në sirtar? Të luaj me vëllain tim në kombëtaren e Shqipërisë.